Pse vjen një flutur kur njeriu lë këtë jetë? E dini? Tani po ja u tregoj. Sa nga ju kanë hasur që kur një njeri është në prag të vdekjes, një flutur, zakonisht e bardhë, futet në shtëpi dhe është e çuditshme sepse nuk del. Edhe nëse e nxjerr jashtë, ajo futet sërish. Kjo nuk është një legjend apo një thashëthem, por është një fakt i vërtet. Dhe nëse dikush nuk e ka vënë re, nga ta shetutje do t'ju kujtohet ky informacion. Dhe tani do t'ju them se pse ndodh. Duhet të dini se që nga lashtësia, flutura është një simbol universal, i vdekjes dhe i ringjalljes. Ky insekt i jashtëzakonshëm lind si larvë dhe më pas shnërrohet në një flutur të mrekullueshme. Pikërisht për këtë arsye, flutura është një simbol i një qenjeje qiellore, i shpirtit që braktis një trup, i cili kthehet në plur. Është shumë e çuditshme që një insekt i vogël është në gjendje të bashkojë besimet fetare me konceptin e 3 fazave të shpirtit njerëzor. Për egjiptianët e lashtë, flutura tërhiqte dhe konservonte shpirtin e një të sapo vdekuri. Pra për ta, larva prezantonte lindjen dhe transformimi në flutur jetën, ndërsa fluturimi shkëputjen nga ky dimension. Në fakt, ata i quanin fluturat thjesht shpirt, ose shpirti njeriut, i sapo ikur. Bile ka një tjetër fakt, po të vini re, flatrat e ëngjëve, pra ato që shohim në piktura apo skulptura, krahët simbolizojnë një flutur, më saktë largimin e shpirtit nga trupi fizik. Jeta e fluturave zgjat jo më shumë se 15 deri në 20 ditë. Veç flutura Ganopteris jeton 11 muaj. Për të fluturuar gjatë dhe më mirë, shpesh fluturat hapin krahët përpara se të nisen dhe i ngrojnë ato me rrezet e diellit, sepse ngrohtësia i shndërron flatrat më të forta, njëkohësisht dielli u jep energji. Merreni me mend, gjatë stinës së dimrit, flutura Danas Plexippus mund të kalojë gjithë oqeanin Atlantik për të arritur në Amerikë dhe aty jep jetën. Emri flutur, farfalla apo butterfly vjen nga gjuha latine, që e thjeshtëzuar do të thotë shpirt. Në fakt, Lucio Apileo 1900 vite më parë shkruante për të dashuruarit, dashurinë dhe psikikën, ku për të psikika është thjesht flutura. Që nga Zelanda e Re deri në Kinë apo në Meksik, flutura akoma sot konsiderohet e pavdekshme, ose metafora e përjetësisë. Të moshuarit e shqipeve akoma sot thonë se nëse vjen një flutur në shtëpi, është shpirti i një familjari të sapo ikur dhe që ka ardhur të shohë. Tani më thoni, a ka diçka të vërtet në këto informacione lidhur me fluturat? Do t'ju lutesha të komentoni.